Nuk e di, a i keni parasysh këta njerëzit që bëjmë pjesë në jetën tonë që thonë ti nuk di, ti nuk je kurkund, shika, ti këto muhabete që boni ke muhabete kafesh. Po, kanë shumë të drejtë kur e thonë sepse absolutisht që ata kanë shumë prioritete në jetë dhe nuk arrin ta kuptojnë diferencën midis teje dhe atyre dhe ti duhet t'i dëgjosh ata sepse ata janë shumë të ngritur para teje dhe ti qëndron me këmbët e tua në fund muajit kurse ata marrin borxhe. Kjo është diferenca.